Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë pa gjumësi, vitaminat që duhet të merrni para gjumit që të flini si qingj. Vitaminat janë të rëndësishme për qetësimin dhe përmirësimin e gjumit, ndërsa mungesa e tyre mund të shkaktojë probleme të pagjumësisë. Ja disa vitamina dhe minerale kyçe që nëse nuk i merrni në sasinë e mjaftueshme, mund t'ju pengojnë të flini. Sipas health.com do të rendisim disa nga vitaminat më të rëndësishme, mungesa e të cilave mund të rrisë shkallën e problemit të pagjumësisë. Vitamina B. Ky grup i vitaminave përfshin tiaminën, riboflavinën, niacinën dhe acidin folik. Janë thelbësor në riparimin e qelizave dhe në mbështetjen e sistemit imunitar. Mungesa e vitaminës B mund të rezultojë në depresion dhe probleme të gjumit, duke ndikuar kështu në humorin tuaj. Hekuri. Mungesa e këtij minerali është e lidhur me sindromën e pareatisë së këmbëve, e cila mund të bëjë gjithashtu të vështirë arritjen e një gjumi të qetë. Personat që vuajnë nga mungesa e hekurit do ta kenë më të vështirë të kenë një gjumë të rehatshëm. Vitamina E. Kjo vitaminë luan një rol të mirë në ruajtjen e shëndetit të qelizave dhe ka veti antioksiduese që ndihmon në përmirësimin e gjumit. Shtimi i saj në dietën tuaj mund të sjellë përfitime për gjumin. Kaliumi. Ky mineral ndihmon në stimulimin e gjumit. Ulluntimet tregojnë se marrja e sasive të duhura të kaliumit ndihmon në eliminimin e problemeve të pagjumësisë. Magnezi. Ky mineral është esencial në prodhimin e melatoninës, hormonit që rregullon gjumin. Magnezi ndihmon gjithashtu në relaksimin e muskujve dhe prodhon GABA, një aminoacid që qetëson sistemin nervor. Marrja e këtyre vitaminave dhe mineraleve është e rëndësishme për të ruajtur cilësinë e gjumit dhe për të reduktuar simptomat e pagjumësisë. Sigurimi i sasive të tyre të duhura mund të kontribuojë në një përmirësim të shëndetit tuaj të përgjithshëm dhe mbi të gjitha një cilësi më të mirë të shëndetit dhe gjumit tuaj. Pagjumësia është një nga problemet shqetësuese, edhe raportet e fundit botërore e paraqesin atë si një fenomen me shtim të lartë të problemeve për shkak të presionit mbi jetën. Ekspertët thonë se nuk duhet të dëshpëroheni, pasi zgjidhjet janë edhe më të lehta nëpërmjet ushqimeve. Sipas revistës National Geographic Food, ka zbuluar disa nga ushqimet që përmirësojnë gjumin, për shkak të cilave do të evitohet edhe problemi i pagjumësisë. Nevojitet që të zvogëloni ushqimet me yndyrë, kafeinë dhe pijet alkolike, pasi i irritojnë sistemin tretës e cila parandalon gjumin e thellë. Rekomandohet konsumi qumshtit, mishit, vezës, peshqve dhe perimeve. Aminoacidet luajnë një rol të rëndësishëm pasi çlirojnë edhe hormonin e fjetjes, siç është melatonina, duke ndikuar kështu pozitivisht në shëndetin tuaj. Pagjumësia mund të jetë një nga shkaqet kryesore të një sër çrregullimesh të trupit. Nëse keni probleme me pagjumësinë, nuk ju ze gjumi në darkë, megjithatë jeni të raskapitur nga ditët e gjata dhe të lodhshme. A ka ndonjë mënyrë më të mirë për të fjetur pa përdorur ilaçe? Në këtë video do të rendisim disa nga ushqimet më të mira që duhet të jenë pjesë e dietave tuaja. Duke ditur rëndësinë që kanë imunitet, ato kanë efekte pozitive edhe në shëndetin tuaj, duke sjellë përfitime të mira në cilësinë e gjumit. Ndaj, ekspertët këshillojnë që për një gjumë më të mirë në dietën tuaj duhet të përfshini edhe arrat. Arrat janë të mira për shëndetin e zemrës, por gjithashtu përmbajnë formën e tyre të melatoninës, një hormon që ndihmon trupin të rregullojë një cikël të shëndetshëm të gjumit dhe të zgjimit. Sigurohuni të merrni mjaftueshëm vitaminën B6. Kur bie në gjumë niveli i serotoninës, rritet në nivelin e adrenalinës që bie. Serotonina, hormoni relaksues, është bërë pjesërisht nga aminoacidi triptofan, i cili aktivizohet nga vitamina B6. Vitamina B6 është te drithrat, patatet, peshku, mishi i pulës, bananet, fasulet, gjalpi i kikirikut dhe shumë perime. Pini lëng qershie, pasi ju ndihmon në ngritjen e niveleve të melatoninës. Borziloku ka veti qetësuese. Ai jo vetëm ndihmon me gjumin, por ju ndihmon edhe në tretjen e ushqimit. Përfshiheni atë në vajre esencial që konsumoni dhe përdorni si njerëz në ushqimet që hani. Hani sa më shumë ushqimet që përmbajnë nivele të larta të magnezit. Hani një orë para se të shkoni në shtrat,
hani një racion me perime të përzierë me ndryshime të ushqimeve, por që nuk janë me yndyrna të skuqura ose nuk kanë kafeinë dhe sheqer. Para se të shkoni në shtrat, konsumoni një gotë me qumësht të ngrohtë me mjaltë. Është një mundësi e shkëlqyer për të rritur gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Nëse vuani nga pagjumësia dhe nuk e dini se çfarë të bëni për t'ju zgjerë gjumin në fund të ditës, sekreti qëndron pikërisht në atë që shtoni në menun tuaj ushqimore. Ekzistojnë disa ushqime të cilat mund t'ju relaksojnë dhe të stimulojnë gjumin, por le të zbulojmë cilat janë ato. Pagjumësia është një shqetësim shumë i shpeshtë i gjumit karakterizuar nga paaftësia për të fjetur pavarësisht nevojës fiziologjike. Personat që vuajnë nga pagjumësia e dinë mirë se sa stresues është fakti i të ndenjurit me sy hapur gjatë gjithë natës. Shumë prej tyre përdorin teknika nga më të çuditshmet, bëjnë aktivitete për të ndjerë të raskapitur dhe në fund të ditës, sapo shtrihen, ata e kanë të pamundur të flenë dhe blenë edhe në farmaci ilaçe që stimulojnë gjumin e tyre. Por pak e di nëse një dietë korrekte dhe e balancuar mund t'ju ndihmojë që të lehtësoni pagjumësinë në mënyrë krejt natyrale. Për të fjetur, është e nevojshme shmangja e ushqimeve tepër të rënda, si dhe atyre stimuluese si çokolata, alkooli dhe kafeja. Për më tepër, ushqimet duhet që të përtypen mirë për të patur një tretje akoma dhe më të lehtë. Sipas Brightside, do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese që duhet të jenë pjesë të dietave tuaja, duke sjellë kështu përfitime më të mira për shëndetin e gjumit. Marulja është një nga ushqimet më të dëshiruara nga ato që preferojnë perimet. Jo vetëm që është e lehtë dhe dietike, por ju bën të ndjeheni më të çlodhur. Marulja përmban triptofan, një substancë që ka aftësi të madhe kuruese. Gjithashtu, ajo është ideale për personat që vuajnë nga pagjumësia. Përmban triptofan, stimulon prodhimin e melatoninës dhe hormonit të gjumit. Banania është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të lehtësuar shqetësimet e pagjumësisë. Bananet, përveç se të ëmbla dhe të shijshme, janë gjithashtu të pasura me kalium dhe magnez. Këto dy substanca e ndihmojnë trupin të rigjenerojë energjinë e humbur gjatë ditës dhe të sigurojë gjithashtu një gjumë më të rehatshëm në mbrëmje. Shparaguj. Në fund të ditës intensive do të ishte më mirë të çlodheshit duke gatuar një recetë me shparag. Janë të pasur me triptofan dhe aminoacide që ndihmojnë trupin të prodhojë serotonin, substancë kjo që rregullon gjumin. Peshku. Peshku është një bekim për të gjithë ata që vuajnë nga pagjumësia. Përmban omega-3 dhe vitaminën D, dy substanca elementare për një gjumë më të mirë dhe për t'ju nxitur edhe në një relaks më të mirë të trupit. Çaji i blirit. Ku ka më mirë se sa të përdorur çajin e blirit dhe kamomilit për të marrë një gjumë më të mirë. Falvetive të tyre kuruese shtendosni nervat dhe bëni që trupi të relaksohet më mirë. Qershit. Me ardhjen e verës, dalin edhe qershit, janë të ëmbla të mira të pasur me melatonin. Do të ishte më mira që t'i hani ato përpara se të flini. Qumshti. Qumshti është një produkt unik që mund të përdoret kur doni të flini pa menduar për orët e tëra me sy hapur drejt tavanit. Edhe ky ushqim përmban triptofan. Edhe pse arrat janë konsideruar zakonisht të yndyrshme, ato janë një element esencial për pagjumësinë. Arrat janë të pasur me magnez dhe kripra minerale, të cilat janë të mira dhe të nevojshme për të luftuar stresin. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ndihmuar në lehtësimin e problemeve të pagjumësisë është edhe tërshëra. Edhe tërshëra përmban melatonin dhe është ideale për të gjithë ata që në fund të ditës nuk arrijnë të flenë. Pasi të hani një pjatë të përgatitur me tërshërë, do të relaksoheni dhe do të keni gjithashtu një zgjidhje më të mirë kundër problemeve të pagjumësisë. Konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë për ndryshimet që bëni për të evituar gabimet në përdorim. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.